Dëshmoj për t'i dhënë lavdinë dhe nderin Zotit. Zoti kur unë erdha në kishë më premtoi se do të martohesha dhe do të më jepte pas ardhes. Kur mbeta shtatzan me vajzën time të dytë, në muajin e 4, mjekët diagnostikuan se vajza kishte sindromën Down. Kjo më trishtoi shumë, por Perëndia ma kishte thënë këtë. Atë ditë unë shkova në kishë dhe Perëndia më tha, mos u shqetëso sepse sot mjekët diagnostikuan për qenien që ke në barkë se duhet t'i japësh fund jetës së saj, por ti e di që jam unë ai që e jep jetën ose që e merr. Do të shohësh se ajo qenie do të jetë e shëndetshme, do të jetë shumë e bukur, që do të bashkoj familjen, që do të sjellë shumë gëzime dhe kur të shohësh fytyrën e asaj qenie, do të më shohësh mua sepse jam unë duke bërë mrekulli, Perëndia i fuqisë. Vëllezër dhe motra, unë ju tregoj se ashtu ndodhi, Perëndia më premtoi se do të vendoste persona që do të më ndihmonin. Unë isha pjesë e festave shpirtërore në kishë, në të cilat më ngushëlluan, ku Perëndia në çdo profeci më inkurajonte, më ndihmonte, por unë pash një ëndër ku vajza ime ishte 7 muajshë, dhe në atë moment Perëndia lejoi që të shihja një ëndër me motrën Maria Luisa. Në ëndër motra Maria Luisa më thoshte pse shqetësohesh, kur jam unë që do të t'jap gëzim. Do të shohësh se vajza jote do të rritet pa probleme dhe do kesh mundësinë që ta shohësh këtë, mos u shqetëso. Vëllezër dhe motra, unë u zgjova të nesërmen e lumtur, pidha ujë dhe vazhdova të ndiqja udhëzimet, por unë e di që çdo gjë Perëndia i kishte lejuar që unë t'i përkushtohesha më shumë, të lexoja më shumë Biblën, të kisha durim për ta përlëvduar më shumë, të arrija të kisha më shumë gjërat e tij. Të gjithë këtë e dëshmoj sepse vajza ime lindi mirë, sepse sot vajza ime është 8 vjeçe, është një person që është i lumtur në kishë dhe unë e dëshmova të gjithë këtë për t'i dhënë lavdinë dhe nderin Zotit. Ditën e sotme vi të dëshmoj se Zoti në profecinë e tij të shenjtë më thoshte se një për njerëzve të mi të afër do të ishte midis jetës dhe vdekjes, se mjekët do të shpreheshin se nuk mund të bëhej më asgjë, por se Zoti në momentin e fundit do të vepronte. Dhe kështu ndodhi që pas disa kohësh vëllai im pësoi një aksident automobilistik, në të cilin motori i tij u nda në dysh. Kur na lajmëruan rreth kësaj ngjarjeje, mjekët më thanë se nuk mund të bëhej më asgjë, dhe se duhet të vinim ta shihnim për herë të fundit, pasi do ta shkëputnin nga aparaturat që e mbanin në jetë, pasi ishin këto të fundit që e mbanin ende gjallë. Dhe kur hyra ta shoh, pash se si vëllai im ishte i lidhur me pajisje të ndryshme. Nuk kishte asnjë pjesë të trupit që mos të ishte e lidhur me këto aparatura. Nga hunda, nga goja, nga syt, i rridhin gjak. Vëllezër, ishte aq tronditse ajo pamje. Edhe pse unë e dija se ai do të ngrihe nga ai shtrat, pasi Zoti ma kishte premtuar. Unë kisha shumë besim, vëllezër, aq shumë sa thoja vëllai im do të dal nga aty, sepse Zoti ma premtoi. Vëllezër, unë isha e kapur fort pas premtimit të Zotit, edhe pse mjekët dhe e gjithë bota më thoshte se nuk kishte mbetur më asgjë për të bërë. Unë vazhdova t'i kërkoja Zotit, gjunjëzohesha para tij, çdo ditë t'i kërkoja Zotit, çdo ditë i thoja në lutje se unë e dija që ai do të më shëronte, se do ta ngrinte nga aty. Se mjekët edhe pse thonin që s'mund të bëhej më asgjë, unë kisha premtimin e Zotit. Vëllezër, mjeku më thoshte, Zoti yt nuk ekziston. Zoti nuk flet. Po ju e shikoni, më thoshte? Jo, por unë e ndjej, thoja. Te Zoti ma ka premtuar dhe ashtu do të bëhet. Ai do të dalë nga këtu i gjallë dhe do të jetë një dëshmi shumë e madhe, jo vetëm për mjekësinë, po për shumë njerëz të tjerë. Dhe kështu, vëllezër, të gjithë mjekët më thoshni që nuk do të mund të shpëtoj, pse i beson një Zoti që nuk ekziston.
u vazhdoja e kapur pas premtimit të Zotit. Për vëllezër, vlla im filloi të përmirësoj shumë shpejt. Para kësaj mjekët thonin se do ta shkëpusnin nga aparaturat pasi ishin vetëm ato që e mbanin në jetë. Vëllezër, kur nënës time i thanë se ditën e mërkurë do ta shkëputnin nga aparaturat, unë u kapa fort pas lutjes dhe i thash Zotit, të lutem Perëndi, kujto premtimi që më ke bërë, se në momentin e fundit ti do të ishe aty. Dhe momenti erdhi, ndaj të kërkoj Zot të përgjërohem, të shtrish dorën tënde të fuqishme, pasi nuk ka asgjë më të fuqishëm, asnjë më të fuqishëm se ty në botë. Ti je kaq i madh. Unë kam shumë besim në ty, Zot. Ti do të bësh që vëllai im të çohet prej aty, Zot. E kështu vëllezër, atë ditë truri dërgoi sinjale dhe mjekët thonin çfarë po ndodh, sepse ndryshimi ishte shumë i shpejt. I hoqën të gjitha aparaturat me të cilat ishte i lidhur, mjekët nuk kuptonin. Dhe unë i thoja, po, është Zoti, është Zoti. Zoti ma premtoi dhe do ta nxjerr nga këtu. Zoti është kaq i madh, pasi unë kam një Zot të gjallë e në jetë. E kështu vëllezër, ajo përmirësua. Mjekët më thonin se duhet të presim pasi mund të mbetet në karrige me rrota, se ai nuk do mund të ecte, se nuk do arrinte të na njihte, se nuk do të kujtonte asgjë, se do të humbte kujtesën. Shumë gjëra na thonin, shumë. Edhe pse unë vazhdoja ta mbaja fort pranë zemrës premtimin e Zotit, se ai do të ma nxirrte nga aty duke kaluar vetë në këmbë atë derë, se do të ishte një dëshmi e madhe. Dhe kështu ndodhi vëllezër, ai u përmirësua shpejt, nuk vonoi shumë dhe u zgjua, na njohu, mbante mend se kishte ndodhur aksidenti, mbante mend gjithçka. Kërkonte të ngrihej nga shtrati, dua të ngrihem nga këtu, thoshte, dua të lahem, ndihemi pa pastër. Mëshira e Zotit është shumë e madhe. Më thonin, si mundesh të kesh kaq besim kur ai do të vazhdojë të ketë probleme, do vazhdojë të ketë kriza. Vëllait, për shkak të aksidentit i hoqën një pjesë nga koka dhe ajo i mbeti e fundosur dhe e shtypur dhe thoni se nuk mund të operoj pasi kërkonte vite. Por nuk ishte ashtu vëllezër. Pas 6 muaj ati i bën operacion dhe çdo gjë shkoi shumë mirë. Nuk vuan nga demencia, nuk ka kriza, dhe sot e kësaj dite ju them vëllezër se Zoti bëri një vepër të mrekullueshme me mua dhe këtë e dëshmoj për t'i dhënë nderin Atit ton qellor.